Vazhdojmë të jemi në komunën e Montecalcifonit dhe jemi me dy vajza të reja, të cilat janë arbëreshe. Ju jeni? Silvia Scarpone. Silvia Scarpone, cosa fai nella vita? Jam një traduttrice, shkruaj një libre, poezi, italian edhe arbëresh. Edhe arbëresh. Ju në shtëpinë tuaj flisni arbëresh apo jo? Na flasim arbëresh, na mësojtëm mësojta që kur isha vogla, quindi më mësojtën si mamaja che papaja a flasmi, continuo me flas. Bukur, është gjëja më e mrekullueshme që ka bërë mamaja dhe babai, dhe sigurisht duhet ta bëni dhe ju kur të bëheni mama dhe baba. Keni dhe ju familjen tuaj. Dhe na do t'ja mësojmë, ju kam një nip e do t'i mësoj një arbëreshin, ma nga kupton. Nuk kupton akoma, duhet mësuar në shkollë. Duhet ngeja. Okej. Ju jeni? U jam Lucia Travaglini, jam Tamungjufuni, kam 35 anë e jam una cantante arbëreshe. Juve në familje flisni arbërisht? Gjithë. Të gjithë. Gjithë, Dhe ju këndoni arbërisht apo? Mungjufun. Ju këndoni këngë që flasin për kulturën arbëreshe? Okej. Do na këndoni një këngë për teleshikuesit e Arbënjës ju? Kanzunete ishte Lule Lule. Lule Lule, po? Ku vaj ti moti, oj qishi një hera që u e ti vashes, dukshëm shumë ma mira. Ku vaj ti moti, oj qishi një hera që u e ti vashes, dukshëm shumë ma mira. E lule lule macë macë, e u për ti a dalje pacë, e dalje pacë e ish vërtetë, pse zëmbra ime jeti vetë. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, jo rastisht zgjodhëm një poete, një shkrimtare, një përkthyese dhe një këngëtare. Muzika, këngët dhe poezia kanë ndihmuar që të ruhet kjo gjuhë e jashtëzakonshme dhe sigurisht e kanë bërë në mënyrë individuale. Kërkohet vëmendje nga institucionet që kjo gjuhë të mbijetojë dhe të ruajë këtë traditë jashtëzakonshme. Një vlerë për Shqipërinë, vlerë për Italinë dhe vlerë për gjithë shqiptarët në Kosovë apo kudo që janë. Shumë faleminderit edhe një herë. Shumë faleminderit.